Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita zhvilloi një takim pune me drejtorët e drejtorive vendore të policisë në Çarçe dhe ato të departamenteve me fokus vlerësimin e situatës së rendit dhe sigurisë publike, si dhe përcaktimin e detyrave prioritare për periudhën në vijim. Gjatë këtij takimi Hita kërkoi angazhim maksimal të gjitha strukturave policore për parandalimin e ngjarjeve kriminale, zbardhjen e tyre në kohë dhe ndjekjen në dinamik të çdo shqetësimi të adresuar nga qytetarët, duke theksuar se çdo rast duhet të trajtohet me përgjegjësi dhe profesionalizëm deri në përfundimin e plotë të hetimeve dhe veprimeve procedurale. Në vijim ai kërkoi rritje të efikasitetit të shërbimeve për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, rritjen e parametrave të sigurisë rrugore dhe rritjen e prezencës së policisë në terren, veçanërisht gjatë sezonit turistik, duke siguruar reagim të menjëhershëm dhe mbështetje për qytetarët dhe turistët në çdo rast nevoje. Drejtori Hita theksoi domosdoshmërinë e respektimit të etikës policore, integritetit dhe rritjes së performancës së çdo punojësi të policisë. Gjithashtu ai kërkoi intensifikim të masave për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike, si në ambiente të mbyllura me dhampa, ashtu edhe në terren, si dhe goditjen pa kompromis të shpërndarjes së lëndëve narkotike, duke konsideruar këtë fenomen një kërcënim serioz për sigurinë publike dhe për të ardhmen e të rinjve. Hita urdhëroi vijimin me intensitet të goditjes së armbajtjes pa leje, kapjen e personave në kërkim, goditjen e lojrave të fatit pa luftën kundër krimeve mjedisore, si dhe rritjen e rezultateve në çdo drejtim të veprimtarisë së policisë. Në kuadër të situatës së zjarreve, ai kërkoi angazhim maksimal për parandalimin e tyre, identifikimin dhe arrestimin e autorëve të çdo rasti zjarrvënie, duke theksuar se mbrojtja e jetës së qytetarëve dhe pronës, si dhe mjedisit, është prioriteti i policisë. Në përfundim të takimit, Hita kërkoi që drejtuesit e drejtorive vendore dhe shefat e komisariateve të jenë personalisht në krye të shërbimeve, të shtojnë praninë në terren aty ku ka problematika, të ushtrojnë drejtim dhe menaxhim efektiv të strukturave, si dhe të forcojnë bashkëpunimin me gjitha agjencitë ligjzbatuese dhe institucionet përgjegjëse, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike në gjithë territorin e Shqipërisë.